Përshëndetje mirë të gazetës Demos dhe të podcastit të pa të vonë, mirë se po takohemi edhe këtë të shtunë. E sot me mu bashkë në studio është dikush që nuk ka çare pa ju dalë në cilën të platformë që e hapni. E kështu që Bibian që është personi më viral i momentit sot me mua bashkë në studio. E me mu sot është Moni. Përshëndetje Moni. Përshëndetje Arianit, faleminderit për ftesën. Mirë se na ke ardha, ani pse e di që je tepër i angazhuar këtë ditë. Mirë se ju gjeta pa çore morte te, s'po ta çore. Kështu nuk kam çare pa thon ku je ti djalë, që do të thonë je personi më viral, veç më pas çush prezantova, s'kam çare pa thon çashtu, që ka je ka gjinë, ka je ka rën. Valla, kam mos çam thon, pa në qytet tamë, pa këtu te jo. Ka po moj. Qyteti jot është? Ferizoje. Çashtu se s'ki çare pa po të them se je Ferizoje, po më duket është qyteti në Kosovë që ka më shumë të artista. Po, fabrikën e kena të artista una. Po. Posedojna. Edhe çish po nihesh, pa që i prishat i vënë që ka më shumë të artista, ata kanë limu kjo pjesë pak më kon. Jo, nuk ma kanë limu, kështu jam vet. Domethënë, e kam xhan, edhe pse edhe i Ferizoje tamam po për shtatën 2 senet. Jam nice. Pa ka lutë pjesa e kongës, unë po do të pyet që sa kohë merresh me muzikë. Mirë na goti që 5 vjet, u bënëm 5 vjet e pak. Do me thonë, pi 15 vjetë, tash jam 20 vjeç. Edhe non stop kum kalu shumë periudha, trona, të leta, të mira, të këqija, te ku morë këtë, do me thonë. Çush janë kënë fillime, do me thonë se po të reganë edhe vetë që ke fillu kur ke qenë tepër i ri, me fillu me muzikë si 15 vjeçar, për një me është bajag e vështirë, në çfarë të profesioni, po muzika më duket që lyp bajag e shumë. Çush u kon për ty? Kur ja kum nisë fillim si 15 vjet, unë atëherë do me thonë jam konë shkollë të mesme, në fillim të shkollës mesme, tash do me thonë janë konë ato humorët, ato të ngocnet për shoqënies, apo dhe kuti muzikë me 15 vjet, apo dhe çapo do me vë, ku po do me shku. Po jam konë kum posat besimin vetit që herë do kur do kom me bëu diçka të mirë. Po du me kalu te konga që e ke bo virale, do me thonë. Unë muna me thonë gjire shatë kongë e kom gu, unë për vete, nashta para një 10 vjetë, 11 vjetë, anë i pësa e është një 12 vjetë, po 4 ideja me rikëthy kongë në shaqyrë Servadikut. Ideja u kone jam ja kështu, do me thonë se e kom gu njetë si te që shpo thu. Do me thonë ko këmit njetë, gitik. E kom gu shumë edhe unë e kum po që asë një artist nuk i ka shku meni adi që aty. Me bo që ato se muzika e batë si qotë që u konë shumë personale, do me thonë, për grunë e vend djerë. Unë e kum dosht me bo, do me thonë, e kum mora atë gudzimin që gjithë qysh unë e do të me bo që ta, dhe gjithë qysh e kum bo. Edhe katë erdi qysh menove të në atë momente që okay, unë e muna me nëzirë haljama e mirë se sa që është, se ajo kongë për një me është perfekt, gjithë se cilën fjallë që e ka, s'po thëmë gjithë se cilë rasht, po gjithë se cilën fjallë e ka kuptim plot, ti qysh e lidhe? Edhe unë e që ashtë të një, me kuptim plot e kum lidhe, se jo menu, ape dhe ju edhe shumë mo, kum pos pak tut, qysh me thonë pak trem që mos me gabu dikon, mos me qalu, apo dhe me prish muzikën, do me thonë. Se edhe që po thujnë, e ke prish, nuk e kum prish, e kum në rejz, do me thonë, e kum godit. Jo rasisht tash që ja ke japë bajaginit shtyme, e ke bo virale mas sovjete. Po më po më interesant që priti Baci Shaq, mas e ti po thu Baci Shaq, vidho me dhone Baci Shaq. Normal, që respekti, se është maj më shumë edhe tash normal. Do të me pos një farë respekti, se unë është shumë ma i ri saj. Po, më ka kontaktu, do me thoni, kum kontaktu në njerë përmes një familjarit dhe vetë, edhe tani ranum kontakt, po aji e shke kondër, do me thonë, se ju do ka i nuk, do me thonë, mosh atine shumë e shtyne, për këtë trep apë dhe trive që kum bone, edhe tu shty negociata 2 det, 3 det, 4 det apë dhe, edhe ranum me një pikë që okej është apë dhe, bëne. Pse njerëzit, do më thonë, kur ka dalë, që i thoni jo bre, kur dalë pjesa e shkurt, 10-15 sekundra. Si paralajmërim, trailer, coming soon. Kur ka dalë paralajmërime, shumica njerëzve ta kanë bojt gajlën që e ke vjedh kongën, e qusha vjedh e kongën, e qush qëndrën e vërteta e kësaj. Jo, para 2 ditëve, dje ose par djeve që unë jem taku me Bacin Shoq, edhe ta shërë gjithë shka, përmes zyrtaresht është, me letra, me kontrota, me notera, me këto sanet që shkojnë njëri dek se nuk i di. Tash është këtë në regull. Atëherë u konë pro, amu nuk u konë në letra, do me thonë, e formulume. E tash është këtë okej. A jetu të që ato ditë që po të thot jo? Se dy që shte edhe vetë po të regonë se... Aj nuk ka thonë jo. Asnjëherë nuk ka thonë jo.
për muzikën, se unë kur ja kom çu muzikën e ka një komplet, nuk u kon kondër, se i ka pëlqy shumë edhe teksti edhe zoni edhe ketë komplet çysh me thonë, e kom themelu ato, e kom ndërtu atë projekt, po ketë kondër u kon te efekti zonit, që është në refren edhe që aty u kon, ketë pikpyetja, do me thonë. Tjetër sa nuk u kon kondër, asnjë pikë. A e pritet e famën që to për masa? Se bajagi shumë, do me thonë, ke bu bombe të madhe që tash. Pak, mu i me thonë, ashta e komposat në ndjenjen që mënët me ecë që ke muzika, për se nuk e kanë një njerës, e kanë një, amo 12 vjetë është kogja një kohë e gotë. Po, mirë, është elhamdulillah e ka godit, edhe s'kom fjallë për këtë. Tash me tënë që të fama, po gëzën me dalë me blej bukëshlirë? Po. Ku e ka lidhej. Ku e ka lidh njëre. Nuk i qare, se dhe qësh, kur është një moment ashtu që kur buhesh ashtu ti për shumë viral, njëri nuk gëzën me dalë, Pjesën dërmuset ku s'tem, unë jam pran familjes tem, do me thonë, me nonën, me bobën, me vllazërit, me motrat, me ketë, apo dhe qashtu që jam kon jetë, do me thonë tash, buna diçka dhe, tash po mshejlë, s'po dalë me pi kafe, s'po dalë me ngër buk. Normal, tu venet pak, që janë ma të ekspozume do të muru, apo dhe jo për njerëzës, se nuk është që kam naj probleme naj kanë personalisht, po vetë është që me thonë si nen është i karierës që do të mu konë pak ma i mbyllë. Pak ma privat ashtu, më rujt pak. Bravo, exakt, se së në gjojsh atë që të fjollë, fajnderit që ma plëcua. Nuk përmet një mujë këto. Fajnderit. Kongave që është dedikim, të më thonë konga e shaqës është super dedikim, po sa është dedikim pjesa jote? Asnjë pikë. Do me thonë nuk është dedikim, se nuk kam asë, unë jem shumë i ri, nuk jem konë asë i martum, asë i fejum, asë kom pos, kështu lidhje kom pos, tak ka për denaj konë. Okay. Se nuk jem i mirë shto. Me lidhje, do me thonë. Nuk u konë, amo mënyra që shkrujon edhe që shpunoj, shumë profesionalisht, si i ri, do me thonë 20 vjetë, besoj që e kom themelu shumë mirë. E kom qa. Cili është komenti ma interesant që e ke hasë në to qëto dit? Për shambull se kur bëhet diçka virale, njerëzit me dispresin me komentu ashtu. Në qoftë edhe videot kur i kanë publiku që kanë shkrujt diçka me zonën e kësaj konge, cili u konë komenti që nashat ka shti me kesh ose najse? Qëre, që më ka shti me kesh edhe që më ka bo apë dit të dyat, 50-50, edhe me më shti me kesh edhe nervoz u konë që i ke dhonë pare shoqës shumë. Do me thonë, shumë pare të ishin i ke dhonë shoqës të. Unë si kom dhonë, apë normal marrveshje ta është, apë një cupë, ajo cupë i ta kanë, apë se unë vetë për vetës tem kom doshtë, edhe kena ro dakord, edhe i kom thonë nuk jem kur gjo kondër se është diçka e vetja personale, edhe do të mja shpërbly diqysh njerit. Qa do me bo, do diçka me dhonë atina. A mo kështu pare që shënë të thonë keshën e për me që që thunë me korruptu njëre. Po, për mi amor muzikën jo, navra, asë një pik nuk është të vërtet kësa. Kështu që... E që këj koment më ka godit, dhe më. E naj komenti keqë naj sen që të ka arë, nashta që të ka bo pak nervoz, se o na shqiptar t'jem të gatun që ashtu, nuk ka shanca, o stani ma i mirë me bu. Na të marun e na, për dhe pa ta gjet dikon, diçka shqiptori nuk e lenë, lo. Amo, ko shumë të këqia, po s'kive qa me full për ta, lo. A veç ata që na shojnë ata na përcjellin më shumë. Po na dy veç e hupmi një minutazh me fol për çata negativat. Kështu që mëna me vazhdo. Mu shka më intereson kështu shumë në cilën platformë s'ka dal vetja hala. Se unë në cilën platformë të qeli. Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, tonat pa më dal ti çatë nuk ka shanca. Ku s'po dal vetja? Gjithkall. Pashalon gjithkall. Ju humboni far smuje po më duket. Amo pjesa dërmusë më kam pranu. Edhe si artist, edhe muzikat e tjera nuk kona i sënë të keqë, që muzikat e tjera janë shumë të forta, do më thonë. Edhe tjera që kanë mordë janë aloma të forta, e po du me cekë që në muzikën tjetër, po du mja vërtetu njerëzë, sidomos që tyne që po flasin negativisht, që nuk është veç shaqa pëse jo më në këto, bede, është moni taman, që jo më në këto, se nëse dikush e ka bo qëto e këmë bo one, abede. Unë e këmë bo, tash mas me e ka ndollë 200 artista na për TikTok, Instagram, ja pe knojna me gitare,
Ja po bojna diçka vede. Va, që ke pak, se para një o ditë më ka kënu që të. Jo, valla, as një pik. Amo ka ndoll 200 këngëtore pe knojna, ja legjenda ba si shoh që ja kjo kongë e mirë, po pse nuk dol t'ju para me e tash? Se mu e po mduke tash e po ta laf edhe me këtë dostin që është për mas. E po ta po mduket e kum shtikit e strodën me bore miksa që tash. Po mduket? One jam arsyat që janë të u kthy këtë kongët e moqme. Këto let ma din, apede, se për ne me është e vërtet. Mës ta hupin, a? Jo, valloj, s'ba me ma hup. Unë s'ja hupi kërkujna. Aja hupa bët si qo, qas një pik. Jo, e I kalzova këtë sanet që shenë drejt. Na kena po që edhe shumë fytyra publike, ma ndej kanë bu video me kongën tonë. Tash më po e quj kongën tonë, tash më kjo veç është e jotja. Ti the edhe me letra është e mia, kështu që tash është e jotja. Atë kanë përkrah bashkë vendosat e tu, se ti ki në Ferizaj Baja gjithë këngëtarjen, të kallë thash edhe ma herët njerë. A mi për mena, po veç njoni është, do me thonë, veç geteni është. Që kena kontaktu me to, e përshëndes shumë është djallë, pika djallit është, do me thonë. E veçaj, do me thonë, tjertë jo. Jo, kështu për mes njerëzë, për desin rrotla, ja, po, a me mu direkt jo, me mu direkt veç geti, as një tjetër. A mujna me të po në herë me na i bashkëpunim, me na njonin për i bashkë vendasave të tu? Po, gjithësysh. Për shambull me kam, kishe mujtë me bu? Muzikon, dy tonin, edhe se arrua me të kalëzu se unë jam edhe reper. Hajt, qelu. Matë jone e kum nisi reper, do me thonë, tani kum kalun kiton. Po pse mos me përmen edhe njonin pe ma të mirëve në kitë rryma pe de trap rap, pe de është buta edhe me to po. A buta veç pse është i ju po thua, është për një me ma i mire? Buta është i kitë Kosovës. Jetu ja posione që me drenisës dhe që përmeni Adem Jasharin e munduna me mojt dish për veti. Respekt edhe për Adem Jasharin, jo, buta është tash fullin fok të dlo, nuk kam qa me zgotë ma shumë. Këta të mësh me thujnë tu ka qelë rruga, a tu ka qelë ti rruga është tash? Po, mu ka qelë edhe këgja mirë bile. Ta është veç po pres, mas i rruga u qelë, migroa dhe me punu shumë, non-stop, konstant, shumë. Për se ta është, për një me njerës të presin, do me thonë. Se kur gjo nuk është e pora, qa është e dyta, se presin ta është qa po qetë kjo, abede, ku? Letë presin se të fort. Se ku shka të orë. Ja, s'po thamë ku, po e mirë është. Avede, s'po du me se mos ja përmen e butën, a ishtë ashtë e kështë qitë një kongë ku, kështu që për një moment të më shkojnë men konga atina. Shumë e fort. Kështu që speknoj se me po mja njësone me knu, dhe të më mshelë kejtë vesht. Shumë e fort, pra nuk, po kësi 90% e këngëtara. A menon që ka këngëtarë që s'din me knu një me? Po jo që s'din me knu, lo, po që s'janë të bomë për ta. Se ta është gjithë kushim më në të me knu me inë sëdja e me bo. Tash mu e më kanë thonë me knu refrenin e Shaqirit, ose na i sen pjesën e Bëtsi Shaqiru, në s'moj se unë jam repera, i të kuptu. Tash unë ku unë? Ku po jes? Ku po mesën, Ku po shkoj unë? Po më intereson, familja jote që kanë pritë dhe apo munën me të potash, se ta është e te bërë në zonë, garant s'ki ko me shku të shpia, po që kanë pritë ata? Valla shumë mirë, edhe janë të gëzu shumë, edhe më kam përkropi fillimi, do me thonë. I kum njek edhe studimet edhe muzikën edhe nuk janë konë kur gjo kundra me e kum dosh që të punë, sidomos bovam më ka thonë që a e dënë që të punë, po bëne që të punë. Se nuk dua për dini se më thonë se na shqiptorët e kena fëmija ndjep, a kuj ka bu futbolist, dalla. Ku aj ndjep, ku futbolist, a vede, ka për do me dollë futbolist. Më kam përkro edhe besoj që i kum bu krenor. Ja u kësë dritë të një. Edhe janë të një mirë, po, bravo, fjolla e duan. Kështu që shumë ma me Armenia. Shumë shpesh. Qish? Shumë shpesh pja qëllan. Po normal, po në pramë tonë Skenderajt e mësë mja qëllu. Si. Na e qëlloj, na ke po ketë ku vendi është i musht me neve. Ketë qëllu me. Nuk qyri kështu politik me politik largë. Super, ma mira, për mos ga bë mu përzi. Ja, ty bistik fort. Sa ma largë. Mu po më intereson, a kështë kënu në herë të lava? Asë njerë. Pse? Kur njetë. Po në të kalzova edhe pak marët që nuk jam unë e kanë keq kuptu njerës. Se unë nuk jam, unë jam kryus, nuk jam, do me thonë vokalist, dallojnë të senë, se nuk mujnë e tash të lava me kënu ose na i senë. Unë do me thonë e ku mbo veç qita, veç një projekt. Tash unë do me thonë pi qëti projekte të unë me shku njejtë. Do kuptu se unë ndroj. Nashta muzika tjetër është pak ma dance, ma verore, nashta tjetër raket, rap, abede. Nuk i dijet. Eksperimentoj shumë. Po më pëlqen.
Po më pëlqen. Faleminderit, të vërejta që po të pëlqen. Qysh bre vrejtë, se qysh zëvrejna kur pëlqen dikush. Ja, të vërejta. Tamam puna. Unë të veta edhe njëherë me cilin këngëtar kisha e bu bashkëpunim, po të im tregove për ata totit atje, aty në Kafe Rezoi. Po me në artist tjetër shu që të ka shku menja me bu një bashkëpunim? Ko plot lo, shumë estrada, shumë e modhe të na është deti, do më thonë. Për femna e ki fjallën apo? Për femna. Për femna diven me Dafinën, mu i me thonë. Është shumë e fort. Me Rinën, me Tajnën, me qëto që janë ma emë për momentin edhe ma punëtore. Me Rinën e me Tajnën kështë po mirë Rina Tajnën kom pak bif një farë kohë. Tani ishtë dash me bo me të dy atë jo vesh me njonën. Ja, po tash që takojnë ato janë probleme personale që i ka në vete. Nuk jam asjone gjykosi që që i ndoj të sene. Ja, asni pikë. Jo, me të dy atë edhe me Janinën e këto tjerat, po. Po, cilë është një këngëtar që s'kishe mujt me bashkëpunu me ta? Ose nashta e i cilës rrymë ashtu, se dyqysh këtë e kena ka një, tash unë gazetar jam edhe ka nëj kolegë nashta që s'kisha dash me më taku zoti me ta. Po, e cili është qaj kolegë? Po vish s'po më vjen men, so pres. As mund sot të mënon me që pikon këtore hec, valla. Nuk po t'vjen men, Valoj jo. Valoj bëllë mirë, për një me kom, së është të mënon në me. Okej, s'po t'vjen nërmen. Nuk e di se po mdoke që t'mballë diko nuk ka del që të. Ani letëzoje. Nuk shë ljergë. Qa me votash. Do më thonë s'pas këna i thonë që. Jo, more me ketë mu i me pos mirë, me kërkanë s'kam najsan. Kush dana për dy unë jam je hopën, edhe pse jo edhe unë me kontaktu me ta për najsan. Po, unë para 2 ditëve kom pa një intervistë të Bardhit që kishtë thonë që artistat, kur të bojnë kontrata me menaxhmentin, e kanë si një pikë kyçe ashtu që mos me kriju lidhje dashurie. Qa më ndëm për shtë pjesë? Se të gjysh për bjanë që muzika të lenë single. Jo, nuk lenë muzika single, të le puna. Se ta shti në stop jetë, ta është edhe dashnia edhe muzika dy që shumë. Edhe në artistat e kena shumë ize, apete se na piknojna bile dashnin nuk me mojna, ma mirë është. Veç që knojna, po s'dije tash nashta nuk mesme edhe na bashkë pa martube. Nashta na dojnë. Pa, ja me ju dash ju dojnë, unë s'po thëmë që si dojnë. Po mire pas ka thona ideale. Qështo e ka thonë, të më thonë, në që dita dy që mundet me ta përcaktu menaxhmenti, se shka kime bute. Po që e pas na bordhin o shumë i mirë. Që? Po. Ja ka njësë me tranë men. Po jena një farë stili i mirë. U më rohë për të mirë men, se ti më thove për të keq. Pani në halja, s'thash thujen ajo të keq, kështu gjos qysh thuja, dhe më visht veta. Tash e jam me të vetë, e jo t'ja është am kallëzën, as s'm kallëzën. Bravo, falimderit për që ata jem sot e te, se më pëlqen si gazetore. Falimderit shumë. Mu po më intereson, qka ka më ardhë që tash diçka prej teje, se do më thonë mas që saj duhet, me njëherë diçka tjetër. Po i kena një 3-4 sene goti tash, që jena t'ja analizuar shtë, do më thonë se cila është tash, po menoj që najsen ma verore, mas jena edhe më prak të verës, jena tash, edhe menoj diçka ma dance, jo me vujt. Po është edhe me vujt, me thonë kështë drejten, edhe me kojt, edhe me këcy, dyat me kë. Po do më të pyet pak edhe saj përket këtij artistit Betës, do më thonë po mduket që jeni pak si rrymë njëjtë, kënani pak si njëjtë. A kështë bu në muzik me ta? Po, i mirë është djole, edhe dët jena diçka trending. Po dhe? Edhe aju kona edhe one tash, po mëne, najse është tipi. Do më thonë të përqenë, kishit mujt me bashkëpunu? I mirë është, po. Po më interesën se krejt artistat, dyqysh kur të bujnë balada, pak asë si të kënu, neve na u duket... Ty që ke jemi a balot po duket, a? Jo, ja s'm duket, ja në të kalzu, bashka më duket. Jo, po më interesën që kur e ngojnë në një kongë që është pak ashtu të vujt, thojnë a qka ka. Atë në është të vujt personin fjallë. A jeni të vujt kështu jo artistat në herë? Për shambull në bashkë ndjeni me tekstin? Jo, do me thonë që une kom një farë që me thonë, si vezvesja, une muzikat e mija ingoj shumë pak. Do me thonë, une para se mi qitë, ingoj shumë, do me thonë. Ingoj 20-30 herë ndi, do me thonë, në stop jo me ndëgju se me telefona bede, ko është gabimi, qa me përmisu, qa me hek, qa me shti. E ma si ti qesve që qes edhe i la, do me thonë, une nuk vuj, une e bëj për publikon. E qes edhe i la dhe, tani, i shola një jetë mirë, kush e ngon muzikën ta. Ti përbika që përbën për me vujt të tjerët, jo për me vujt për rritin. Jo me vujt, vlo, kur është u vujt njere, edhe muzika, kanaj, shlirohet. Ta jap një shtyne? Ja, shlirohet kanaj, po vëllaj. E kryin. Do me thonë mas famës, normal që gjithë që vjen edhe leko. Sa erë për ty?
Sa ja ki po harin, po më intereson. Mirë, elhamdulillah, nuk është keq. Apo dhe. Faleminderit për Zotit gjithmonë. Faleminderit se pa dosht ai nuk ish bo, apo dhe. Edhe me dosht te ai tjetri, pa dosht ai nalt nuk bëhet. Mirë është, nuk është keq. Okej. Mu po më intereson edhe te pjesa e shaqes, domethënë ti e përmend edhe një herë edhe vet pjesën e kontratës që është bu. Çka i takon atij në projekton din? Tash nuk e di so guxojna me fola, për dhe se nështë atë thyet edhe ajo kontrata, po është një pjesë, jo pjesë dërmuese, po do me thonë tash janë 6 milion views nështë në muzikë, nuk e di për 2 javë, tash kjo pjesë më takon komplet mua, e tani vazhdon me një përqindje 50-50. Okej. 50 shoqa dhe e meriton bëtë si shoq. E meriton 100%. Nuk jam kondër edhe ata që thujnë ja ke morë porët, ja ti ka morë këtë porët, ju besë s'mi ka morë porët o lo qeni të full. S'mi ka morë porët njeri. Njeri vetë që më ka një mua, bëde. Pam. Oni kum një mua ti, a më ka një mua. Po konone, nuk i shkon aj tash që tash, apë dhe trending, edhe po konaj, si shakonone. Kështu që shumë mirë e lidhe, hallat koft. Panime. Cila kongë është në ranç tash më bu virale për teja? A do më rikëthy dhe në sen? Ja, remix nuk kam, veç e jam ja personale, besoj. Jo, besoj 100%, më i me thonë që apet e keni njejtë. Në me thonë, si ta qeni tak frigideren, moni atë. Pap do lopin moni. Pap, ketë, do me thonë, në e kome dollë, prap do me thonë, edhe verës. E po menoj që me qitë një solo e tani në mes dverës një bashkëpunim. Ajo na i kon qik djall, a jenë me na i kon kontakt po me të... Nuk po të veti kush është, Jo, veç jo të... Në një kamerat në ashtam kalzo kush është. Spedi djall, po më në të më konë edhe qik. Ma mirë është kohë më konë qik. Pse po thu? Se di dëshush dhejs halja ma shumë në jone, me kojnë një djallë dhe një qikë në bashkë për Pse me nën që e bëj veç për me dhejs? Po dëshush na punojna për me fitu, diçka nas punojna veç hajta as një. E vërtet, po tash me shku ketë për me fitu, aty në ashtë asmer. A di ku të thujnë ka drejt za shumë, ere kanë thonë shpurtën ma të vogël, se s'ko sen aty, në me thonë. Djallë është ma mirë, po edhe qikë është ma mirë. A pisha që si as veti vendost ka është ma mirë? E në ashtë a i kam 2. Ka një po, veç më vërdeti cila është e para. Edhe me qikë edhe me djallë, me të dëtë. Cila do kodë, dhe që presoj që ka me shku, halja ma mirë se so kja. Fajnderit, edhe besoj që ka me shku. Po nëse s'shkon kjo shkon tjetra. E gjusë qysh, dishka ka me shku. Dishka po. Po. E mu po me intereson një mesazh për teje, për krejt artistat që nështë kanë pak shtu hezitojnë, tuten me i hinë kësoj pune. Qka ju kështë e thonë te? Veç punani, vlo, edhe besonin vete, edhe në zot. Edhe mos singoni lofet e tjerëve që ju thujnë. Se cili të arrej shpinën, vorrin e ki të qalë për mas 100% e ki. Cili të të valla ti kengje. Dijet që është të ta borrafsh. Vazhdo vetë, une për vete une nuk e kungu kërkan, se une vlohën tem, te në këtë pike kun posi një loj menagjeri. Ta përshëndes edhe me emën edhe mbi emën, Flamur Çukovcin. është do me thonë njoni që jam unë te këto. Edhe do me thonë ai nuk mu ka përzi. Do me thonë, bën te, qa dën te. Abede, qysh njështë, se thoi ke unë nuk jam artes, Allah. Ti mu shtinë më stodje, po s'di qa bëj. Ama fletore në telefoni nuk di me shkru. Ti edhe në qëto, ty ta halën zoti, bën e te. Fajnderit. Kështu që mirë ke. Unë mesazhin e mora, shpresoj që s'ka me të bësh diçka për më të pyet, nëse s'ka me të bësh, vazhdoje, se unë e foli bajag e shumë, po ka një herë. Ja valloj, jo valloj, edhe pse edhe ty të kritikojnë, ama nice. Faleminderit shumë. Unë për vetë jam shumë e lumtur që je kon pjesë e podcastit tam sot, edhe shpresoj që s'ka me kon hira fundit, edhe pse s'besoj që kemi pas kohë. Sa tepër në zonën, po shumë faleminderit që ke gjetur kohë më kon sot me ne. Faleminderit ty për ftesën. Faleminderit. Përshëndes Kate Vespak. I përshëndes. Ka dalë se s'ke shto moj. I përshëndes Kate ata njerëz që ta kthyrën ty emisionin. Ju duam shumë unë edhe kjo Arianita. Faleminderit shumë. Faleminderit. Kështu që miq të gazetës Demos të podcastit të Patu Bo, kaq keshim për këtë të shtunë, e shihemi në të shtunën e ardhshme. Tong. Po,
Tu bo. Tu po, tu bo. Tu po, tu bo. Tu po, tu bo.